Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Gjatë festave të fundvitit është rritur fluksi udhëtarëve në pikën e kalimit kufitar të Kakavijes, si në hyrje ashtu edhe në dalje të territorit shqiptar. Policia kufitare po punon me kapacitete të shtuara për të përballuar lëvizjet e shumta, ndërsa situata paraqitet e qetë dhe pa problematika. Mishi mbetet një nga produktet më të kërkuara gjatë festave të fundvitit. Qytetarët po orientohen gjithnjë më shumë drejt mishit vendas, të cilin e konsiderojnë më të sigurt dhe më cilësor, ndërsa tregtarët konfirmojnë se kërkesa është e lartë dhe çmimet kanë mbetur të qëndrueshme. Bashkia e Delvinës është përballur gjatë këtij viti me situata të vështira si pasojë e zjarreve në ver dhe përmbytjeve në dimër, të cilat kanë shkaktuar dëme në bujqësi, banesa, pyje dhe infrastrukturë. Sipas kryetarit të bashkisë, Besmir Veli, po përgatiten dëmshpërblime për të prekurit nga zjarret, ndërsa vijon evidentimi i dëmeve nga përmbytjet dhe ndërhyrja në zonat problematike. Në hyrjet e qytetit të Këlqyrës, tingulli i saldimit nuk është ndalur prej dekadash. Pëllym Pëmyhypaj, me mbi 55 vite përvojë, vazhdon edhe sot në moshën 78 vjeçare të ushtrojë zanatin e tij me të njëjtin pasion, duke përcjell vlera pune dhe duke inkurajuar të rinjt drejt zanateve. Ju njohim tani më gjërësisht. Gjatë festave të fundvitit është rritur fluksi udhëtarëve në pikën e kalimit të kufitar të Kakavijes, si në hyrje ashtu edhe në dalje të territorit shqiptar. Policia kufitare po punon me kapacitete të shtuara për të përballuar lëvizjet e shumta, ndërsa situata paraqitet e qetë dhe pa problematika. Masat e marra synojnë në lehtësimin e qarkullimit dhe garantimin e një kalimi sa më normal për qytetarët gjatë kësaj periudhe festash. Në këto ditë të festave të fundvitit, pika e kalimit kufitar të Kakavijes po përballet me një rritje të ndjeshme të fluksit të udhëtarëve të cilët vinë në Shqipëri për të kaluar festat pranë familjarëve dhe të afërmve, por edhe me lëvizje në drejtim të kundërt të shtetasve që udhëtojnë drejt shtetit grek. Gjatë 24 orëve të fundit, konkretisht më datën 26 dhjetor 2025, shërbimet e policisë kufitare në pikën kufitare të Kakavijes kanë përpunuar një numër të konsiderueshëm udhëtarash dhe mjetesh. Sipas të dhënave zyrtare janë përpunuar gjithsej 7472 shtetas në hyrje dalje, nga të cilët 5300 shtetas në hyrje në territorin shqiptar dhe 2172 shtetas në dalje. Po ashtu gjatë kësaj periudhe janë regjistruar 2340 mjete në hyrje dalje, ku 1607 mjete kanë hyrë në Shqipëri dhe 733 mjete kanë dalë nga vendi. Për të përballuar fluksin e lartë dhe për të shmangur krijimin e radhëve apo vonesave, nga pala shqiptare po punohet me 4 sportele në hyrje dhe 3 sportele në dalje, duke garantuar përpunim të shpejtë dhe të rregullt të dokumenteve. Sipas burimeve zyrtare, gjatë këtyre 24 orëve situata në këtë pikë kufitare ka qenë e qetë dhe pa problematika, ndërsa shërbimet e policisë kufitare vijojnë punën me intensitet të shtuar për të garantuar një kalim sa më normal dhe të sigurt për qytetarët. Në kuadër të masave të marra për festat e fundvitit, policia kufitare ka shtuar numrin e shërbimeve në terren, ka riorganizuar turnet e punës dhe është në gatishmëri të plotë për menaxhimin e flukseve të pritshme në ditët në vijim. Po ashtu në bashkëpunim me autoritetet homologe greke po punohet për të lehtësuar qarkullimin dhe për të shmangur bllokimet në pikën kufitare. Autoritetet u bëjnë apel qytetarëve që të planifikojnë udhëtimet, të respektojnë rregullat e qarkullimit dhe të kenë dokumentacionin e nevojshëm, ndërsa fluksi i lëvizjeve pritet të vijojë edhe gjatë ditëve në vijim. Mishi ngelet një nga produktet më të kërkuara gjatë festave të fundvitit. Qytetarët po orientohen gjithnjë më shumë drejt mishit vendas, të cilin e konsiderojnë më të sigurt dhe më cilësor, ndërsa tregtarët konfirmojnë se kërkesa është e lartë dhe çmimet kanë mbetur të qëndrueshme. Mishi mbetet një nga produktet më të kërkuara në tryezën festive të fundvitit. Qytetarët shprehen se preferojnë të konsumojnë mish vendas, duke konsideruar atë më cilësor dhe më të sigurt për shëndetin. Unë jam diabetik dhe zakonisht do përdor ketsin. Marr vetëm për festa mish shelegu. Unë përdor mishin e viçit. Edhe më pëlqen. Nuk kemi ankesë në çmimi. Tani vërtet është rritur 1000 lekë, po kam qenë tregtar dhe në për festa. Siç ishte vjet dhe para vjet nësoj është. Nuk është rritur 13. Mish viçit, mish derrit,
ta bëjmë bërzolla të kënaqesh. Mish keci, mish qëngjit, pjekëm në zgarë. Bëjmë bërzolla shqip. Nga ana tjetër, tregtarët në pikat e shitjes bëjnë të ditur se kërkesa për mish vendas është e vazhdueshme gjatë kësaj periudhe. Ata theksojnë se çmimet kanë mbetur të pandryshuara dhe u bëjnë apel qytetarëve që të mos shtyjnë blerjet për ditët e fundit për të shmangur fluksin dhe mungesat e mundshme. Që tani kanë filluar njerëzit edhe bëjnë porsi. Çmimi është i njëjtë, edhe ne do mundohemi që ta mbajmë çmimin të njëjtë, se nuk është ndonjë gjë se është ngritur bari apo është ngritur misri. Çmimet e misrit edhe të barit janë ato që kanë qenë këtu e 3-4 vjet më përpara. E kanë mendën për të marrë qendja, po marrin edhe viç, marrin edhe derë, marrin edhe gjel. Gjelin Gjirokastra nuk është përdorur, tani ka filluar dhe marrën edhe gjel njerëzit. Unë i bëj apel që të mos ta lënë për të marrë në datën 30 dhe në 31 të dhjetorit, për arsye se dhe neve ndjehemi në vështirësi që vemi tek ai fermeri dhe ai fermeri e ngrot çmimin se thotë që ki ka nevojë dhe therr ata qengjat më të vogël që duhet i therri në 15 janarit dhe detirohet që i therr më shpejt dhe ne ja marrim dhe nuk kanë peshën e duhur atë. Prandaj bëhet dhe kjo ngritje e çmimit. Prandaj duhet të marrin para datës 29 dhjetorit. Ndërkaq, mishi qëngjit kryeson zgjedhjet e konsumatorëve gjatë festave të fundvitit, ndërsa kërkesa mbetet e lartë edhe për produkte të tjera ushqimore që plotësojnë tryezën festive. Bashkia e Delvinës është përballur gjatë këtij viti me situata të vështira si pasojë e zjarreve në ver dhe përmbytjeve në dimër, të cilat kanë shkaktuar dëme në bujqësi, banesa, pyje dhe infrastrukturë. Sipas kryetarit të bashkisë, Besmir Veli, po përgatiten dëmshpërblime për të prekurit nga zjarret, ndërsa vijon evidentimi i dëmeve nga përmbytjet dhe ndërhyrja në zona të problematike, paralelisht me marrjen e masave parandaluese për të ardhmen. Bashkia e Delvinës u përball gjatë këtij sezoni veror me situata të vështira si pasojë e zjarreve të cilat shkaktuan dëme të mëdha në bujqësi, banesa, stalla pyje dhe kullota. Sipas kryetarit të bashkisë Besmir Veli, për dëmet e shkaktuara është përgatitur një akt normativ i cili parashikon dëmshpërblimin e qytetarëve të prekur, duke nisur fillimisht me ata që kanë pësuar dëme në banesa, stalla dhe në sektorin e bletarisë. Siç edhe dim, Bashkia e Delvinës është prekur nga këto dy fatkeqësi natyrore, ajo para e zjarreve dhe së fundmi e rreshjeve, pasi pijet edhe malet kanë qenë të ekspozuara ndaj rreshjeve të shiut. Sa i përket zjarreve, është përgatitur një akt normativ, ne jemi duke pritur dhe si fillim do shpërblehen ata që kanë pasur dëme në banesa, në stalla të krerëve dhe në bletari. Gjatë sezonit të dimrit, Bashkia e Delvinës është përballur gjithashtu me përmbytje të shkaktuara nga moti i keq dhe rreshjet e dendura të shiut. Aktualisht strukturat e bashkisë janë atëherë për evidentimin e dëmeve, ndërsa janë kryer ndërhyrje për hapjen e rrugëve në fshatrat dhe në disa lagje të qytetit ku janë hasur problematika. Aktualisht jemi duke evidentuar dëmet e shkaktuara në teren, zgjidhjen edhe hapjen e rrugëve në përfshatra apo edhe në përlagje të qytetit, të cilat jemi duke i përfunduar. Gjatë muajit janar ne kemi diskutuar dhe kemi dhe donator që na janë vetë ofruar që të marrim masa që për pillëzimin e dy kurorave të qytetit si fillim, pasi mbjellja e disa bimëve pish do të ishte më e mira për të parandaluar ekspozimin e këtyre dy maleve dhe jemi afër çdo qytetari për çdo problematik për ditët në vijim. Kryebashkiaku bën të ditur se krahas ndërhyrjeve emergjente do të ndërmerren edhe masa parandaluese afatgjate. Sipas tij ka pasur donatorë që janë vetë ofruar për të kontribuar në pyllëzimin e dy kurorave të qytetit, me qëllim mbrojtjen e tyre dhe parandalimin e ekspozimit të maleve ndaj fenomeneve natyrore në të ardhmen.
Specialistët e bujqësisë në Libohov kanë qenë në terren duke këshilluar fermerët për masat që duhen marrë për mbrojtjen e tokave bujqësore dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve të mbjella. Ata kanë kontrolluar të gjitha parcelat dhe kanë theksuar se disa sipërfaqe ende nuk janë në mbjell, ndaj fermerët duhet të kryen mbjelljet vetëm në kushte klimatike optimale për të shmangur dëmtimet. Duke parë situatën në terren, specialistët e bujqësisë në Libohov kanë qenë pranë fermerëve duke zhvilluar vizita në parcelat bujqësore për të vlerësuar gjendjen aktuale të tokave. Gjatë këtyre inspektimeve, specialistët kanë këshilluar fermerët mbi masat që duhen marrë për mbrojtjen e tokave bujqësore nga faktorët klimatik, si dhe për përmirësimin e kullimit dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve të mbjella. Nga specialistët e bujqësisë është këshilluar të fermerët mbajtja e sistemit hidrik në kulturat bujqësore, kryesisht kullimi dhe ndërhyrja në këto kultura me plehërim azotik, pasi bimët të ndikuara nga lagështia e tepërt kërkojnë dhe një ushqim azotik, pasi kanë ardhur në stadin për plotësimin e nevojave për azot. Pashtu është kryer kontrolli të gjitha sipërfaqeve të mbjella me qëllim evidentimin e problematikave të mundshme dhe orientimin e fermerëve drejt praktikave më të përshtatshme bujqësore për këtë periudhë. Specialistët kanë theksuar se ende ka sipërfaqe toke që nuk janë mbjell dhe kanë këshilluar fermerët të tregojnë kujdes, duke realizuar mbjelljet vetëm në kushte klimatike optimale, në mënyrë që kulturat të mos dëmtohen gjatë dimrit. Janë kontrolluar të gjitha sipërfaqet e mbjella dhe është këshilluar, pasi një pjesë e sipërfaqes ende nuk është mbjell, të mbillen në kushte sa më optimale me qëllim që dhe mbirja e cila është vonuar të krijet me sukses. Specialistët e bujqësisë nënvizojnë ndësinë e kujdesit gjatë këtij sezoni, duke theksuar se veprimet e duhura nga fermerët janë të domosdoshme për mbrojtjen e tokave dhe për sigurinë e prodhimeve bujqësore gjatë dimrit. Në qendrën shëndetësore të Bashkisë së Delvinës vijon vaksinimi kundër gripit sezonal. Deri më tani janë kryer rreth 1000 vaksina, kryesisht tek personat me sëmundje kronike dhe mosha e tretë. Mjekët të theksojnë se vaksina është e domosdoshme për përballimin më të lehtë të virozave të stinës dhe për mbrojtjen e shëndetit. Në qendrën shëndetësore të Bashkisë së Delvinës, e cila mbulon të gjithë banorët e qytetit, vijon ende procesi i vaksinimit kundër gripit sezonal, si pjesë e masave parandaluese për këtë periudhë të vitit. Sipas mjekut të familjes Trim Birbili, deri më tani janë kryer rreth 1000 vaksina, ndërsa kërkesat më të larta kanë ardhur nga personat me sëmundje kronike dhe nga moshat e treta, të cilat konsiderohen edhe grupet më të rrezikuara. Vaksinimi kundra gripit sezonal ka filluar rregullisht dhe në kohën e duhur. Furnizimi me vaksin ka qenë i rregullt, i plot në sasi të konsiderueshme dhe gratis. Shumë banor, shumë qytetar, bile moshat e mëdha dhe personat me sëmundje kronike janë paraqitur vetë që në ditët e para të furnizimit dhe kanë kryer. Deri tani ne kemi aplikuar 1000 vaksina kundra gripit, që për banorët aktual që ka qyteti i Delvinës është një shifër e mirë, shifër e konsiderueshme. Bluzat e bardha theksojnë se vaksina kundër gripit sezonal është shumë e domosdoshme, pasi ndihmon në përballimin më të lehtë të virozave të stinës dhe në shmangjen e komplikacioneve shëndetësore, duke u bërë thirrje qytetarëve të vaksinohen në kohë. Vaksina është shumë e domosdoshme për të sëmurët kronik, sepse një viroz, një të sëmur kronik, mund ta çekulibroj, mund ta nxjerrë jashtë kontrollit. Një sëmur diabetik, sheqeri, glicemia rritet shumë dhe sjell probleme të tjera. Një sëmur me spok ose me azëm bronkiale, shtohet vështirësia në frymarrje dhe këshillohet që të gjithë të sëmurët kronik ta bëjnë vaksinën kundra gripit sezonal. Dhe duke qenë se është dhe gratis, nuk ka arsye për të mos ta bërë. Stafi mjekësor i Qendrës Shëndetësore të Delvinës vijon të këshillojë qytetarët, veçanërisht grupet e riskut, që të kryejnë vaksinat kundër gripit sezonal,
si një mënyrë e sigurt për të mbrojtur shëndetin dhe për të kaluar më lehtë periudhën e virozave të dimrit. Bashkia e Këlcyr ka hartuar një plan të posaçëm për pastrimin dhe mirëmbajtjen e mjedisit. Autoritetet vendore bëjnë apel për ndërgjegjësim dhe angazhim të komunitetit në ruajtjen e hapësirave publike. Bashkia Këlcyr ka hartuar një plan të posaçëm për ndërhyrje në pastrim dhe mirëmbajtjen e mjedisit. Tonin Qyraj, përgjegjës i sektorit të pastrimit dhe gjelbrimit, thekson se aktualisht po ndërmerren fushata ndërgjegjësuese në të gjithë territorin e bashkisë. Ditët e fundit ne jemi marrë me një proces pastrimi në të gjithë qytetit. Aktualisht në çdo njësi administrative ne jemi duke hartuar një plan për të ndërhyrë, për të bërë të mundur pastrimin e të gjithë Bashkisë Këlcyr. Aktualisht në qytet neve kemi pastruar pothuajse të gjitha pikat që kanë qenë problematike. Kemi dhe 2 pika të tjera të cilat janë Lagjengur, ku ne jemi duke hartuar një projekt duke qenë që kamionçina apo dhe makina e mbeturinave nuk arrin të depërtoj do deri atje për shkak të infrastrukturës dhe shumë shpejt dhe aty ne do gjejmë një zgjidhje si bashki për t'u dhënë zgjidhje të përhershme qytetarëve të Bashkisë Këlcyr dhe sidomos qytetarëve të Lagjes Gur. Qyraj bën të ditur se janë hartuar plan projekte konkrete me qëllim dhënien e një zgjidhje afatgjatë për problematikën e mbetjeve. Në planet tona afatgjata, normalisht neve si bashki jemi duke hartuar një plan, një strategji të qëndrueshme që të japim zgjidhje një herë për gjithmonë dhe mbetjeve të riciklueshme. Ndërsa puna për pastrimin vijon, autoritetet vendore kërkojnë ndërgjegjësim dhe angazhim nga komuniteti për një mjedis më të pastër dhe më të shëndetshëm. Në hyrje të qytetit të Këlcyrës, tingulli i saldimit nuk është ndalur prej dekadash. Pëllumbëm Hypaj me mbi 55 vite përvojë vazhdon edhe sot. Në moshën 78 vjeçare të ushtroi zanatin e tij me të njëjtin pasion, duke përcjellë vlera pune dhe duke inkurajuar të rinjtë drejt zanateve. Në hyrje të qytetit të Këlcyrës tërheq vëmendjen një punishte e vogël, ku çdo ditë dëgjohet tingulli karakteristik i saldimit. Aty punon Pëllumb Hypaj, një mjeshtër me mbi 55 vite përvojë në zanatin e saldatorit. Pas përfundimit të shkollës dhe shërbimit ushtarak, ai ju përkushtua plotësisht këtij zanati, i cili për të është më shumë se një profesion, është vetë jeta e tij. Ne kam filluar punën që në 70-ta, e deri më sot, të po kam pas tërkohën. Po se ky zanat më pëlqen shumë. Kam bërë shkollë për të punë. Politikumin në Tiranë, 7 vjeçare, mbarova shkollën, doli bursë për në Tiranë, vada bëra shkollën. Edhe filluar punë në 70, pastaj kam mbasur shtëria, kam filluar punë pastaj. E kisha si qef punën, se mund të me zanat tjetër, po. I vështirë është se këtë bësh me helmra, këtë bësh me nga sytë, kupton. Unë ku punoj ndjej vetëm të kënaqur. Edhe këtë moshë jam sot, jam 78 vjetë, kupton? Edhe ndjej të kënaqur vetëm. Më tërheq puna, më tërheq pensione, më tërheq zanati, më tërheq. E kam me qef, vini me qef punë. Jo se më detorineri, se unë kam pension, kupton? Pension kam të mirë, kupton? Zanati ban gjithë më gjallë. Je i pavarur, vetëm punon për vete, po nësi se ka, do punovash të paguash taks, të paguash, po je i pavarur. Shiko, e njeri do të punoj, punon. Ka porta, ka kanjula, pa mund punojnë për të firma, Pëllumbi vazhdon të ndjek metodën tradicionale të saldimit, por njëkohësisht mbetet i hapur ndaj modernizimit të mjeteve dhe makinerive të punës, duke parë zhvillimin teknologjik si një ndihmë të domosdoshme për zanatin. Do me elektrike, do punosh me elektrike, dorësh, kupton, sa nuk e prej me kompjuter, me dorësh, vegle për punën. Në qëse nuk ke material të kohës, nuk e bëndo punë. Se shto bësh me një saldim, dhe i presht. Tani e fut rëkoja, e fut aparat, janë fut argond, janë fut gjithë. Me përvojën e tij shumë vjeçare, ai u sugjeron të rinjve që të orientohen drejt zanateve si një mënyrë e sigurt për ndërtimin e të ardhmes dhe për të ruajtur traditën e punës. Për sot, për shumë, ka arë koha që njeriu do të ketë një zanat të punoj. Merë zanatën bërë, thashtë, i dhe në stres, dhe vi koha për të duhet. Edhe nuk harroj asnjëra. E gjenë momentin, e gjenë kohën që të mësoj, edhe vi njeri më të mësoj këtu, për një javë merë zanatin.
Avashavat pasaj koha është të mëson, puna të mëson, se s'ka njeri gjeri më i lindë, se edhe shkollën për që bërë, nuk pavarësisht, po puna të mëson. Edhe pse 78 vjeç, Pëllumb Mypaj kalon orë të tëra në punishten e tij, duke përmbushur kërkesa të ndryshme dhe duke dëshmuar se pasioni për zanatin nuk njeh moshë. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.